për shëndetje nga kuzhina e Nerit. Sot kam vendosur me përgatit një pite të prapë. Kur nuk keni kohë shumë edhe e keni harxhu kohën në për termina, ju duhet me përgatit drekën për familje, burr, fëmijë e kështu me radhë. Ja vlen ta provoni çet pite të shpejt. Krejt që kanë nevojitën janë 470 gram dhe 500 gram me peta, i kom ngri kështu, i kom mbledh krejt rëmbullak, si kur rollatën, edhe i kom prej me thikë. Peta pra për pite. Mandej, një copë 150 gram, 200 gram djathë të bardhë, 200 gram me shlagzane ose ojk, spanaq, një vezë pak krip, 350 ml me qumsht edhe vaj. Bismillah, fillojna me përgatitjen. Tek spanaqi e hedhim pra një vezë. Shtojna pak krip, shtojna 200 gram me ojk për ndyshe shlagzane. Mandej marrëm djathin që kemi troshit, shtojna qumshtin 350 ml me qumshtë ftoft edhe pak vaj. Furrën e kom shumë temperaturë 220 gradë që të nxehet, i përzina të gjithë përbersit, tepsin e kom ri pra me vaj. E kemi përzidhe harqen, tash bismillah i marrëm edhe petat edhe i renditim kështu në tepsi. Tepsin e kemi li pra me vaj. I kom shprish pra edhe petat kështu, ka pak me dorë, tash bismillah marrëm edhe harqen, ja u qesim për mi. E kemi qit edhe harqen, tash i marrëm prap petat, duke i putur kështu me duar. Tashti i kemi shprish kështu edhe petat për mi, prapë morim nga harqi edhe ja qesim për mi. Jo edhe krejt shumë, por i qesim pra. Edhe me një herë e fusim pra tepsin në furrën e nxehur në temperaturë 220 gradë që të pjeket edhe pitja. Ja kemi qitë harqen, kështu me peron pak i ranojnë aty në qosheve që kanë betë për pjetë petat, i ullim pra tek harqe edhe me njëherë e fusim pra tepsin e furrën e nxehur temperaturë 220 gradë. Edhe piten e kom hek prej furrës, e kom pjek në temperaturë pra 220 gradë për 35 minuta. Duket kështu edhe del shumë e sheshme pra për kur nuk keni kohë me përgatit shpejt e shpejt. Neve na beft mirë e juve pashtu nëse provoni motër të dashura. Faleminderit për përkrajnë që ma beni komentit të bukura e diri në recetën e radhës nga kuzhina e Nerit, ju them miru pafshim.